Mbrëm në ora 23:20 në rrugën lokale nga fshati Kamjan drejt fshatit Sedllarse e përmet të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit kanë privuar nga liria personat AT 29 vjeç dhe SHS 29 vjeç, të dy nga fshati Sedllarse e Epërme. Ata ndodheshin në një automjet udhëtarësh Audi me targa të Tetovës, të drejtuar nga AT, ku gjatë kontrollit ju gjet dhe ju sekuestrua marihuan. Personat janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do dorëzohet para shtresë përkatëse. Mbrëm në fshatin të Arcës Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor i të Arcës kanë arrestuar personin LA 33 vjeç nga fshati për shefce Tetovës. Ai kërkohej me urdhër gjyqësor për vuajtje të dënimit me burg për vepër penale të kryer sipas nenit 297 të kodit penal. Personi është dërguar në institucionin dëshkues përmirësues Burgu i Tetovës për vuajtje të dënimit. Dje në ora 8:45 në sektorin për punë të brendshme Tetovë është raportuar se në fshatin Gajre të Tetovës ka rënë zjarr gjatë lëvizjes në automjetin Mercedes me targa gjermane i drejtuar nga AI 27 vjeç nga fshati Gajre. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi i njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetovë. Kthyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetovë. Mbrëm në ora 23:40 në rrugën Ilinden në Tetovë, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetovë kanë arrestuar personin SZ 25 vjeç nga fshati Orashe Tetovës, pasi ka prishur rendin dhe qetësinë publike me bërtitje, fyerje dhe sjellje të pahishme. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse.